mbroma. Sonte me mua në komitet është kolegu Halil Matoshi, ka qenë edhe më herët, është hera dytë që vjen këtu, do të diskutojmë për gjendjen më të re politike në vend, pra siç po e shihni qeveria nuk ka numrat, nuk është shumë stabile, PDK dhe LDK po vazhdojnë betejat e brendshme. Gjithashtu ishte interesante edhe zgjedhjet në Francë, duke ditur që Halili është një liberal, do ta pyes edhe për këtë zgjedhje. Zoti Matoshi, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, përshëndetje juve edhe aty në që përcjellin ju. Faleminderit shumë. Atëherë mirë për Makronin që fitoi zgjedhjet. Gjithçysh edhe kësaj herë kum qenë optimist i madh, edhe s'kom gabu, sepse me një rast tjetër kum pas shumë gabim se fitoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të thonë kum qenë i bindun që fiton zonja Clinton, ndërka që matematika dolen krejtësisht ndryshe, po sidoqoftë dallimi midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës është se Shtetet e Bashkuara megjithatë kanë ndërtuar një sistem shumë të qëndrueshëm edhe nuk kanë shumë e rëndësishme leadershipi, përkatësisht presidenti i vendit, ndërka që në Evropë varet shteti, kombi, shoqënitë, liberal-demokracia varet kanë herë, mos po bjen edhe duhet në hajvani, mos thonë edhe hajvaneshe, mos po kjo Francës ishte pak shumë po me të vërtet tendencat për ngjallje të fashizmit në Evropë janë shumë të rrezikshme dhe ku dihet që kjo praktikisht e ka shkatruar, ka dërmuar një herë Evropën. Jo një herë, dy herë në shekullin 20, po hera e dytë ka qenë pikërisht tendencat kanë qenë tilla që shko sot me zgjedhjen e Urbanin Hungari, me pretendimet e Le Pen, zonjës Le Pen, Francë, aty këtu me Erdoganin po e zom, megjithëse s'është në Evropë, po megjithatë e kemi shumë ofër dhe këto politikat e ndikojnë, e influencojnë njëra tjetrën. Amerika se ka përjetu fashizmin në trullën e vetë. Pra, për revolucionit që u kryi në 1777 në tutje, aty ka funksionu për mrekulli demokracia. Mirë po ajo që ka interesant është shumë kush friksoi që Trumpi, zgjedhja e tij do t'i frymëzoj edhe Evropën. Mirë po ndodhi e kundërta. Ndodhi e kundërta sepse megjithëse po që nuk është ndonjë atraksion i madh. Këto që e thonë mirë, domthonë evropianët e kanë provuar në lkurën e vet. Edhe gjatë luftës së dytë botërore, si pasojë e nacizmit, rreth 25 milion evropian thuajse kanë humbur jetën. Prandaj nuk di çfarë duhet me thonë më shumë. Zgjedhja e zotit Macron është një shprehje e re për Evropën. Jo vetëm për Francën edhe neve që kemi sy të kry mandej, po edhe për vetë Bashkimin Evropian. Nuk do të ketë një Frexit, po bëhet analogji me Brexitin, duket se megjithatë Gjermania dhe Franca do të vazhdojnë të prinë proceseve në Bashkimin Evropian. Zgjedhjet në Gjermani ishin dje, në Irland, ajo alternativa për Gjermaninë që ka qenë gjithashtu një lëvizje ekstremiste, i shron 5%, pra edhe në Gjermani. Do me thonë që po prinë Franca dhe Gjermania, përkatësisht Gjermania dhe Franca, të thëmë, ma drejt, proceseve të reja, unë besoj forcimit Bashkimit Evropian, jo dobësimit. A beson që Ballkani do ta ndjek këtë rrugë? Ballkani, Maqedonia jo stabile, Kosova jo stabile, Shqipënia jo stabile, Serbia me 2 kohë. Kum thonë edhe me shkrim edhe kum thonë në emisionin Klik të Nishit, prandaj po e them edhe tetin komitet se Ballkanasve, përkatësisht Ballkanit, BE-ja duhet me jap detyra edhe afate të prime. Mas më në lënë diskrecion kur gjë? Absolutisht. Nëse Bashkimi Evropian nuk t'i qetë kriteret për 6 muaj, 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, Ballkanasit nuk lëvizin. Sepse mendojnë, mendja atyne që shantazhojnë Bashkimin Evropian, edhe atje luhet muzika sipas që shdojnë vetë Ballkanasit, gjë që nuk ndodh, por se këta i maltretojnë popujt e vetë, realisht, me leadershipet përkatësisht mbështetësit e Ballkanit, përderisa nuk kanë presion edhe nuk kanë detyra konkrete edhe afate konkrete nga Bashkimi Evropian. I ke lexuar sigurisht kujtimet e Çrembej Vlorës, ka një pjesë shumë interesante. Në Vlorë thoshte ndodhte një vrasje ose një rrahje në pazar, e mbledheshin plesë dhe thëshin apo folin 7 krajlit për neve, thamë ishin që epicendra. Vazhdimisht i shikoje tash edhe presidenti Thoqit e na, po merret me komisionerin Johannes Hahn, po merret me leadershipin e Evropës, po thotë që Evropa s'ka leadership, thuhet se na po e mësojmë tash Bashkimin Evropian me leadership edhe me procese politike liberal-demokratike, po gjithë Ballkanasit janë. Shqip për shembull
Merë rastin e Gruevskit në Maqedoni. Një djalë i ri, i cili nuk është qaq naiv sa duket, për shkak të një farë patologjie, mu i me thonë, anti-shqiptare, një farë nacionalizmi patologjik, që nuk është veç nacionalizm, e kom qujtë me një rast klerofashizm, praktikisht, po donë me shkatru shoqërinë dhe shtetin për shkak të natëve. Të natëve që i ka në rand parë me shqiptarë, të natëve, ajo është urrëtie realisht, edhe të natëve kanë me rivalët e tij politik social-demokrat Zajevit. Ballkanasit, po ashtu Shqipnia duhen me shku në zgjedhje praktikisht pa opozit. Që shpeshen Shqipninë me? Problemi më i madh i Shqipnisë është që ka ndikim të fuqishëm në Kosovë. Se po mos kishte ndikim shumë të fuqishëm në Kosovë, ajde kishmi mujtë me thonë që ata kanë kriju një stabilitet shtetënor, rotacizmi i pushteteve u kry pa njët pa dhunshme me vota, edhe nuk është në një problem i madh, po influencimi në Kosovë është shumë i fuqishëm, rrëmimet politike, edhe mund tjetë, këto lëvizje mund tjetë ndomshme. Po të kthejem aty që kështu thonë, këta pushtetas. Për shumë, Malizi e kaloi krizën edhe zgjedhjet pa në rrezik të madhe dhe pse pat tendenca. Po, shumë problem. Probleme me nacionalistët e manipuluar për Rusisë, për me pengu aderimin NATO e tjerë. Shtetet e Ballkanit e kanë një shembull të mirë. Një qytetnim 6.000 vjeqar që është Siria, po shpërbohet para syve tonë për shkak një hajvani, që është Bashar al-Assad, i cili baba i tij ka qenë një diktator, është e vërtet, po megjithatë ka qenë njëri më i kthjellët, i cili megjithatë e ka ruajt kohezionin social, shoqëror, kombëtar, thuni që çdo një etnik, një barazpesh, po edhe barazpeshën me superfuqive, do thotë. Vazhdimisht kanë qenë si urë. Mirë, po me gjithat e ka ujtë që atë barazpeshë dhe ka mëri me ujtë. Tash, praktikisht, këtë qytetnim është po shpërbonët, shoqënia po shpërbonët, po shpërbonët kombi. Për andaj ne duhet ta kemi parasysh dhe të ikum të shmongum sa ma shumë nacionalizmat, përkatësisht populizmat, që se penjo shumë i holl midis populizmit që i thojmë na edhe fashizmit. Kështu që na vlerin që e kemi fitu pikërisht duke qenë viktima të fashizmit. E nëse vetë fillojmë me përdor gjuhë të urrëties ndaj etnive, ndaj pakicave në Kosovë, ndaj fqenjve tjerë, unë friksohuna që po e cenojmë lirin tonë. Po dhe ka njëherë duket Halil, na tash qysh po vje puna, abdin po duket edhe tash si gjenerat pak ma vjetër, e moj men mirë 2000-ën, po paka shumë, po duket sikur po bëjmë hapa prapa, në kuptimin edhe të një lloj marrëveshje ndëretnike, një lloj kohabitimin mes etnive të ndryshme, po thuj se gjendja është tash pak ma keq sa ka qenë në vitin 2000. Sigurisht. Në vitin 2000, serbët kosovarë kanë qenë pothuajse në sistem. Në këshillin tranzitor të Kosovës. Dhe kanë qenë shumë më afër që ta pranojnë një farë mënyrë heshtun kosovarizmin edhe shtetin e Kosovës, se që në 2000 u po që Kosova këthim Evropa nuk ka. Po dhe ishte Rada Trajković, e fillu në Oliveri, e erdhen ka pak. Drejt pavarësisë, por se leadershipi i Prishtinës në këtë rast, edhe muj me thonë që këtu nështë edhe qaqen ndërkombëtare, ashtë edhe alat që na i quajmë alat tonë strategjik, nuk e kanë perceptu drejt situatën. Kanë mendu që ma letë me pas një parti sërbën Kosovë cila dirigjohet për i Beogradit, se sa me qenë të atomizum, edhe ka qenë zërë me i bon bashkë dhe mek. Mirë po kjo ka dollë gabim. Sepse me sërbet Kosovarë u dosh me dialogu si shtet na çdo ditë. Për problemet e tyne reale që i kanë, për me undi sigurt, me undi komod, me mo liri, me mo të drejta, natyrisht, jo diçka që e cëndon funksionalitetin e shtetit, jo diçka që e cëndon integritetin toksor, teritorin kushtetues të vendit, po me mod gjithat e drejtat që mund t'i gëzoj një bashkësi e cila për këmbim jep lojalitet përkatësisht besnikëri shtetit. Halila, është utopike, është tepër me mendu njëri që na një ditë kena mu pajtu me Serbinë? Jo, berat, unë mendoj se ju në pajtu francezet e anglezet, ju në pajtu francezet e gjermant, ju në pajtu, do të thotë, gjithë popujt që kanë luftu, ja kanë pi gjaku njëri tjetrit, dhe tashmo midis Francës ti ke qenë vetë sigurisht atjetë midis Strasburg edhe Köln, është një qytet, i cili mo nuk dijet se
ku e ka kufinin, është një lumë aty edhe një uë, si të kjo ura jo në Mitrovicës, po njerëz të ri, ma të ri, se ti, e tutje nuk e din ma ku është kufini, vija strikte e kufitare. Edhe njerëzit thojnë të rritë në Gjermani, thojnë se vendin gusht këtu, edhe po shkoj sonte në Francë, po shkoj në Hollandë, po shkoj në Amsterdam, e tjera, hypin trenit shpejt, ose veturave shkojnë, kalojnë një natë, kthehen të shtëpia, pa ditë ma, pa i nalë kush në kufet, pa ditë ku janë kufet. Edhe ata popujt e përmenëm fashizmin, luftën e dytë, jënë kanë qenë të shkatërum dërmum, edhe jënë pajtu pse na atëherë mos mu pajtu. Fundit, ne kemi obligim kushtetus, kemi obligim mu pajtu me ta, edhe sepse janë shtetas. Ne kemi një pakicë relevante, Serbën, Kosovë, pakicë tjera nuk e kanë mon këtë problem, por thuj se kanë pranu kosovarizmin edhe kushtetueshmërinë, sistemin politik të Republikës, kemi probleme me Serbët, Kosovë, të cilët, edhe unë besoj, do ta kishin pranuar shumë ma lehtë dhe ma shpejt, po që se leadershipi jonë bisedon të çdo ditë direkt me ta. E jo përmes Beogradit, që është zgjedh rruga që kam menduar që është më e shkurt, po ka dalë më komplikuar, shumë më komplikuar, sepse praktikisht Vučići, edhe forcat ma nacionaliste atje, për interesat përdorin të brendshëm, po i përdorin edhe serbët e Kosovës me qëto retorikat, po i helmojnë me një fjallë me qëto retorikat me cilat edhe njënisëm muhabetin populiste dhe nacionaliste. Okej, ishte pa të shkrime për ty, Halil, po vjen një razgjedhje, po penim gjithë që nuk do t'jetë e larg dita, Gazeta Metro e Valionit e publikoi një shkrim që në mes LDK-s dhe AKS, a i ka planifikon mu bo pjesë e politikës për këtë zgjedhje? Drejtën më hanun e kisha pranu me qenë pjesë e politikës në këtë zgjedhje vetëm me kushtin që unë me ditë sakt që muj me dhonë diçka, që muj me ndihmu jetën parlamentare, themi mi gjithashtë, se hajde parlamentin nuk është krejt politik, është përfaqësim me gjithashtë, është me thonë që ato që unë e thonë vazhdimisht edhe të kuaditor, edhe të njëstërish, edhe të tin komitet, të Ekspresi, edhe që ato që këmë thonë, këmë qenë edhe në Ekspres si gazetar, po thuj se këmë qenë gjitha mediat, që të mediat ma të tablu me të vendit, po thonë. Edhe tash, agent e jamja do të ishte me endru paka shumë, jo, me qenë një zonë paka shumë ma kritik në sozat kuvendit, në kumë posë që thojnë u zdoj disa njerëz. Pra dëshira jo të më konë deputet, më konë kuvend. Po sigurisht, jo me ine për partia politike, që me u pozicionu në këto kryesit e partive, në forume, nuk i du ato punës, edhe nuk shkruaj, nuk jam tip sepse aty duhet kompromiset përditshme, duhet kalkulime, duhet bryla, duhet mu nuk shkruaj në ato, po në kuvend në Kosovës, nështë kisha shku, por kam pak problem për shkak bindjeve politike, se partitë aktuale nuk i plotësojnë, të thëmë, në mas të madhe, kriteret, ose që ato bindje, që ato besimet, e mi janë që atë ndërgjegjen teme politike. Unë kam disa ofertë ashtu që nuk janë përfundimtare, në asë nuk në lala seriosisht edhe me mendu, sepse e kam punën teme, me cilën jetoj, do më dhe moj familjen, edhe unë njëherë këmë shku të partia reformiste ora 2007 prej Ekspresit, ku kemi qenë bashkë dhe ti e din, dhe fatë keqësisht ose fatë mirësisht, nuk po di që me thonë, ora nuk e kaloj cenzusin për 5%, me 4,2% atëherë, edhe mu desht mu këthy prapë në punën tame, kjo nështë ka qenë pak e mundimshme edhe për mu, edhe sidomos këm pas edhe kësi ngucje për disa kolegëve që spate ku me shku këtheve prapë, politikante, kësoj provinjencës ma të fuqishme politikën Kosovë, ma dje thëshin që populli ta të regoj ku e ki vendin e tjera, e ke fitu 3.000 vota, 4.000 vota, nuk është kjo me rëndësi. Po dhe për nuk është shumë ka uzë, po mënoj këna po plët bandita që i marrin kanë 20.000 vota. E që aty është problemi, tash e kom tash problemin edhe mirë që u dalë një lajmë i tilë, me po paka shumë qëfar po mendojnë, sidomos kolegët e mi, gazetarë, miqtë e mi, lexuesit e mi, pse jo. Dhe është shumë interesant një qudi që shumisa thojnë, si ti zban me shku në politikë, na dojmë veç qështu. Po pse? Po që shpëjdojnë këta njerëz? Jo, është një temë që thot, kur ankohëm i thojmë që kush pra në dhesh banditat. Që kjo është këtë se hinë, thojmë se po hini. Që shmë ndrua, ja? Unë nuk jam, nuk jam e njën gjunë.
por unë nuk jam njeri që kom qenë nasni pej pushteteve, pjesë mas. Unë nuk kom mujtë edhe me dasht me u prish, me u degeneru që është thuhet, jo në kuptim të pushtetit, fuqis, të pareve, të intervenimeve, të nepotizmit, e tjera. Dhe nëse mu më thujnë të rrisë se s'ban me shku në politikë, na do është qështu me i bërtit politikanëve, me i kritiku, me debatu me ta, atëherë që shpejdurojnë këta. Edhe do thë që gjithë bërë, na duhet me lanë që të konjunkturë, që të strukturë, se kjo një strukturë mentale. Pa mund për asysh që janë të ndamë në partit ndryshme, që ka njëherë edhe për plasën në mjetë vetin, sa po syje faqë që ka njëherë edhe në publik, por që në sejnë si frymë është e njëjta. Liberal-demokraci në Kosovë anë nuk ka. Po nuk ka social-demokraci që pretendohet me pas një të majtë që unë do të ngëzante fakti, po të ishte levizja vetë vendosje një parti strikte, social-demokrate, nështë sigurisht, nështë edhe kisha me u bashkan gjitë, nështë kisha edhe mundimu me zonën edhe me shkrimin tem. Se mirë po këta, po e shedë më anë që është e habitshme, e kanë kombinu në një shumë dëshpuse, kësha me thonë, nacionalizmin që është e të djathës. Nacionalizmi për këtë djathës. E kanë bashkëdyzu me të majtën, me komunizmin një farë njërë, edhe kjo është e rrezikshme. Nadina, sa provën kur bëhen bashkë? Bo qëto është problemi i shqiptarëve është që në kontinuitet, do më thonë, prej 12-ës e kënej, prej 13-ës, në vërtet, kanë nacionalizmin shqiptar, e kanë marë forcat, mas parit thëmë, forcat krajnore, ose parciale, mas ne ka marrë majta. Prej Ali Kelmani, në mund dikun vitet 30 e kënej, nacionalizmin shqiptar zërdhënës, i nacionalizmin shqiptar në bënë të majtit, edhe sidomos gjatë kohës të Enver Hoxhës edhe prap, edhe Partia Socialiste edhe Diroma mundohen që me çdo kusht me monopolizu nacionalizmin shqiptar, gjë që e domton edhe vetë idenë, nëse mund me fol një nacionalizmi paka shumë defanziv, mbrojtës, ma pozitiv, me gjithse nuk ka, unë me gjithat nuk besoj që ka nacionalizm të mirë. Një patriotizm, ujna me thonë. Ujna me thonë një patriotizm, se mirë po tash patriotizmit të na berat, mendoj se duhet me investu shumë ma shumë patriotizm etatist, patriotizm shtetëror, ato që habër mos i e qunë patriotizm kushtetus, ligjor, me dhonë besnikëri lojalitet vendit, me pagu taksat, me respektu ligjet, sepse problemi maj madhi jonë, edhe nështë ta qëtu, unë edhe shumë nga gjenerata jonë, kishmi mujtë me ndihmu vendin, këj vendi i mungon, ku gjënë tonat mirat i ka, veç i mungon sistemi. Me sistemi, dhe më onë, vendosja e sundimit ligjit. Përfundimisht, shkollë të mirë, shëndetësit mirë, punë ashtë sa kemi. Për na jemi popull i vogël, që është një e re, e cila me punë, me 3 muaj ditë punë sezonale në vende e perëndimit, ti mundesh me majtë familjen në Kosovë. Nuk është një problem. Në faqen tonë në Facebook, si me thonë, gjdo të dhejtë në shta postim e ndërlidhë me Ibrahim Rugovën, ko pas komentën qetën, pra një periudhë interesante e jo në historisë. Po që kjo, të ju fiksu që ty të nditjeve për plasjen në rajonin tonë, sidomos shikon në Maqedoni, edhe në Devetnike, por edhe në Shqipni, edhe midis vetë kombi shqiptarë. Të ju fiksu për plasjen, na vend i brisht me strukturat brisht atë sigurisë. Edhe vend halo i pa e tablumë si, hajde unë e thomë si kom, si shtetë, po themi, si institucione demokratike, pa sistem. Dhe vend i pa sistem, nuk sundon ligji. Është shumë e rrezik që të vjetë deri te përplasjet. Prandaj po do të më rikthy një pajtimi, po do të me apelu, edhe të rive më dëshmojnë. Pra si pas tje kroni ku do të me pi ujë në është që aty? Që aty është. Poqja, misia, vllaznia, në mjet vetit, mbi gjitha, por edhe me pakica tjera që duhet me respektu për shkak se na jemi shumicë. Duhet me respektu se imazhi i shtetit tonë botë, varet që shi trajtojnë pakicat, sepse fundi që ka hup Miloševiqi Kosovën, po shkak trajtimit që njerëzor, barbar, që ka bon shqiptarëve në vitet 90-ta, deri në luftën e fundit. Prandaj duhet që të kemi shumë kujdes, sepse neve nuk na falin det. Me banaj budallaki që po them. Prandaj mbi gjitha, unë insistoj edhe tanto në qeta, edhe të pajtimet e 96 se po e she, dhunë,
dhuna po fillon prap me orë shprehje. Unë kom pas mendu që njerëzit e kanë lënë hakmarrjen, njerëzit nuk kanë mu vëron dyert të kafehaneve më për shkak të një veni, në parkingje për shkak me parku veturën, ose mu në autostradë pse më te i kaluve edhe me nxjerr revolën e me vëro njeriu në park. Është absurd, domethënë. A kalon sipas teje trashëgimi Ibrahim Rugova? Po, domethënë që kjo është, Ibrahim Rugova ti e din, që mas pari nuk ka pas rritje të fanatizmave fetare në 90-tat. E vërtet. Për shkak se ka qenë mbi gjitha, atëherë ju shiku si gjithë të barabartë në kom. Tek shqiptarizëm po flas. Nuk ka pas dikush ma shqiptar, dikush ma pak shqiptar. Qysh tash po pretendohet, dikush ma musliman, dikush ma pak musliman, dikush ma katolik, dikush ma pak. Sepse feja edhe ideologjit ju në konë jo relevante. Prandaj shoqënisë kosovare në kushte moderne gjithnjë pasu me në ligj, s'po lypi kanun. I larg qoftë, por një pajtim, një mendim i vetvetes kësaj shoqënie mendoj se i duhet. Nuk i duhet ideologji ekstreme, dhe sigurisht po e din ku e kam fjalën, por nuk i duhet as përqamje fetare, as përqamje krahinore, as në asnjë për arsye thjesht se njihemi krejt me krejt, edhe na ku se këshyëm njoni tjetër në sy, edhe ku si ndihmojmë, se mbështesëm idenë e mbra po flasë, cilat na qojnë për para, cilat na bojnë edhe neve munien e i herë, inshallah, Evropian. Atëherë na s'kemi me shku larg. Prandaj, thirrja tek Rugova, tek Anton Qeta, tek lëvizja paqësore në 90-s është në qëtë funksion që i duhet edhe sot besoj një traktat i ri kësaj shoqënie. Po dhe se ajo që po bjen sy Halil është në 90-tat po, kemi pas kauzë nacionale, pra ka qenë e kena ditë që ka po dojna. Tash na, a vëdin, se kur ndodhe humbja forcave liberale dhe në Britani të madhe dhe gjetivna për Evropë, shkruan në kolegë tonë gazetarë, thoshin që liberalizmi po pësën disfat se s'ka kauzë aktualisht. Pra grupet radikale i gjetën kauzat e tyre, siguria nacionale, anti-islamizmi, anti-plot gjana, edhe u të kurën edhe banën. Na aktualisht duke që s'kemi kauz, prej shpallës pavarësisë e tutje, kena mjetë si ato me të lira. Kauzat ekzistojnë gjithmonë. S'po dina mi kriju. Perëndimizimi i shoqënisë, emancipimi i shoqënisë, domthonë shkollë, domthonë evropianizim, integrime, se sundim ligjet me gjitha. Këto që to janë patriotizmat kulmi. I patriotizmit shqiptar son Kosovë. Apo den kur i sheti lloj cubi, lloj hajni. Po problemi është që edhe na ndoshta nuk kemi dashur ose ti s'po ke provu një herë me marrë përgjegjësi konkrete. Na flasim politik, shkruajmë politik, bëjmë politik, sepse rrim edhe me politikanë gjitha profileve, gjitha ideologjive, gjitha partive, por se vetë, kur vjen puna me marrë politikë, si kur hezitojmë, mu marrë me politikë aktive, si kur hezitojmë, ose edhe si kur e kemi një farë dëruje, se është e pamundshme me bon diçka. Kur flom me bon diçka të hori, dhe që kjo mendësi me undërshu komplet, hajde për 5 vjetarë me të mirë vesh, ta bojmë, thash, ta lidhëm një fjallë, një besë, ta vendosëm ligjin në Kosovë, ta ndreqëm shkollën në Kosovë, t'japëm 5 vjetë qësaj pune, sepse na për 5 vjetë në besë mujmë me, edhe po të qëse deshëm, po, qka mujmë me bo, do më anë që me shkutu rrugën në KBE-ja, me vendos ligjin me ndreq shkollën. Okej, të kthejmë edhe njerës që ty kërë pra LDK-a oke, po supozoj që PDK-a nuk është adresa jute. Absolutisht nuk kam ndonjë ofertë nga PDK-ja, kum pas, është e vërtet, edhe nuk muj me mohu, edhe presidenti sot më tha që sa ka qenë liderët PDK-s, më ka bon ofertat ndryshme, ka thirrë, nuk është domthonjë që automatikisht e refuzoj. Asnjërin prej partive, unë e fol edhe për vetëvendosjen që ndoshta po të ishte pak më moderuar në retorikat e saj, edhe sigurisht që kish me qenë ma ofër, se me gjithat nuk jom në gjathtist. Ma ofër jom politikave social-demokrate, ose që po thutë tjeve socialiste. Po problemi është që, s'po di, ndërka që nga këto parti tjera, edhe nga kompost disa indikacione, disa ftesa jo zyrtare natyrisht, edhe për AKR-s, edhe për alternatives, po tash problemi është që te alternativa
unë e kësham shtetë me gjithë qef një zonë të i në politikat e vendit, me kush që mu bashkan gjithë sa ma shumë njerëz, me bon lista qytetare, për shambull, qa kemi krejt na, që flasëm, që shkrujmë politikë, që mendojmë politikisht, që se bom një listë 100 vetë, për shambull, atër së është me rëndësi, a shkon për dëke, a në dëke, a në vetë venduesja, sepse ti do më honë, me gjithat imponon disa kriterë që po flasëm në kuptimin e liberal demokracisë, se jo me shku me gjyks pushtetin aty në parti, absolutisht, e që tut e kanë shumë këto partit e mlaja. Sidomos Lidhja Demokratike e Kosovës, që shkojnë të rrit edhe forcohen, lidhen edhe i defaktorizojnë përkasisht, i marginalizojnë figurat marmla partisë. Jo, partia bëhet me gjitha gjeneratat, partia bëhet edhe njerëz që kanë prej fillimit që është Lidhja Demokratike ti normalisht që s'mundesh me thonë hajde shtyju ti, i shohull. Edhe aje ka vendin e vetë. Po partia që pretendon me fitu zgjedhjet edhe me qeverisë vendin, duhet me pas gjitha mendësit, gjitha gjeneratat, duhet me pas edhe mbrana një pluralizëm politik, me mendu njeri lirisht edhe mos me skaju. Që shpëndohë aktualisht me disa për i figurave... Po dhe LDK-ja për dalim për partive tjera, po thuj se asnjë prurje nuk e ka. Në LDK të pranojnë veç nëse kifar certifikatet të atë nanën që e konë LDK. Po, ja, une kum qenë konventën themeluse me këshyën atë kuptim, po nësë kum qenë asë njëherë antarë partijin kuptimin aktivitetit. Jo, aty në du mja verifiku gjdo mujë që ti e në LDK. E këtu, për shembull, 2 mandate, Partia Demokratike me zotin Thoqi i ka fitu zgjedhjet. Ka dole para, përkasisht dhe ka qeveris me vendin. Pikrisht, njona për sukseseve, leadershipit PDK-s du me pranu hapun, ka qenë hapja ndaj shoqërisë civile, ndaj njerëzve të ri, cilët sot mujnë edhe me qenë, që me thonë ajo garda, e parë e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe më ata kanë punu me shumë këtë aspekt, kurse partit tjera ma shumë kanë investu tek figurat ikonë që janë të ideologjisë politike të partisë, se sa tek të rritë që mujnë me dhonë një segment caktum, mujnë me dhonë shumë për partin, po sidomos për vendin, sepse unë një shumë njerëz, gra dhe burra në këtë vend që janë gjendje me ushkrinj, me nëriq, për shkak se kanë kriju familje. Sidomos në gjenerata jam edhe jotja, që kjo 10 vjeç që na do në më honë 40-50 vjeqarë, që se kemi ndërmen me shëdzu në i volë të refugjat lakot e me i në përëndim. Unë jo për veti, për ty nuk e di. Për andaj, krejt që ka mbejetet është që mbi gjitha, edhe nuk e kom dërmend, sepse tashmo thuhet me një vend, jam 21 thinjur, edhe nuk kam mbejet ma me shku me përfitu, me hin ato qarqet ekstraktive që thojnë përfituse, sepse së më vynë ma, kur gjatë gjitha i kam. Po dhe edhe në Denj Qabishmi më shku mas larë këti, në Najvali. Najvali, po tash që në bo rrugë, gati ma shpejt po më rrijo në atjesës ati që më rrijo Najvali. Për Aken, qëfar mendimi ki? Aken? Ja, s'fundi, ndaj Zotit Haradina e kam një simpati të vazhdushme, prej pas luftës, edhe për shkak të sakrificës tyre si familje, edhe për shkak të vetë të ramushit që ka ditë edhe në situata të rana, ka ditë mu sjellë këtë gjë me zemërgjënësi. Dhe më thonë, edhe gjatë, ka pas probleme gjatë, ku ju kanë vërë vllaznit luftë, edhe pas luftës, ka pas probleme me rëst atëherë, ka pas probleme, po me gjitha te ka bon një këthes të habitshme, edhe ka qëndru këtë gjë burnisht, muj me thonë tash, në këtë kuptimin ma të mirë të fjallës, po thëmë, jo në i kuptim kanunore sene, ka pas sfidën e tribunalit Hagës, disa herë edhe është qelë dinjitet, që ashtu e patë edhe tash, me gjithse ma shumë retorika tash pra kanë full njerëzit këtu që ishte në liri, se sa ai që ishte atje, që ishte pa drejt me lëviz jashtë shtetit francez, mirë po me gjithat është në përmbajt, nuk e ka shoh Francën edhe si alat Kosovës, që është njëna ndër vendet që jove që e ka njoft ndër të parat Kosovën, po edhe e ka mbrojt idenë pse Kosova është presidenti Sarkozy atëherë kur e merr globin gjeografik dhe shkon me një shkollë në Paris edhe fëmijëve ju tregon që tashmë në Evropë është ju një shtet i ri edhe ju tregon se ku gjendet ky shtet. Kështu që është përmbajt, prandaj edhe me qëndrimin e tij së fundi. Megjithatë
opozitën në Kosovë me mosa jo popullore ka bon VV-ja, por Ramushi dhe Akeja kanë bon një opozit pak matë kultivume. Muj me thonë, s'paku prej asë ditë kur janë shkput një farë një me levizjet vëvendosje, edhe unë i kom thonë klik ka qenë këtu bol për bol, hish grozi lësjelës për ftyrës për të shkanë. Me gjithat ajo është Ramushit. Ajo është me gjithat është një heroi gjallë i luftës, edhe duhet me ndërtu, me qenë vërtit, me rezatu siguritë e njerëzit, e jo frikë, e jo kaos. Po dhe edhe pranoj ministrat ma vëndshme, tha nuk jam për më ngrej zhaga. Absolutisht. Edhe tash praktikisht Zoti Haradinaj dhe Alonca besoj që do t'jenë partner për qeverisje me secilin parti, mundshme që natyrisht që mund del fituse zgjedhje. A ke marrë ftesë për Zotit Haradinaj për ju bashku Akes? Jo. Kemi dhe më thonë kësi komunikim, por ftesë edhe në kushtet qysh tek jo, absolutisht. Vazhdoj t'jom analist, opinionist në klik një sënish. Raportet e PDK-s dhe të LDK-s, qysh për duken? A ka marrë fund kjo marrëveshje, kjo martesë të tëre? Objektivisht po. Këta mujnë me shty dhe në vjesht, mujnë me shty madje me qësit taktizime edhe dhe vitin kushtetus zgjedhëror. Por se koalicioni i madh, që i ka pas mbi 80 numra, me listën se ka 88, po më dërë ka ta nonë, i cili nuk mund me dhonë zgjidhje 2-3 temave të mëdha në vend, une nuk e di po çka është, jo këmë thonë edhe një herë, nuk është qeveria veç me i dhonë rrugat me të pare. Edhe me dojnë televizor me folë, me thonë na e kemi bon qitë punë. Qeveria, leadershipi një vendi, një shoqënie, një shtësi, do mos krerët të institucioneve, duhet me marrë vendime kanë herë dhe të shtira. Qofshin edhe që mujnë me rreziku zgjedhjet, mujnë me hub zgjedhjet. Vilson Qevqili ka hub zgjedhjet, mas luftës 25, para si më kry lufta aty patror. De Gaulle ka hub zgjedhjet ku tërheq për Algjirit. Po ka marrë vendime për të mirën e Francës, për të mirën e Britanisë, për të mirën e kombit edhe të shtetit. Kush si ka votat këta, u dosht mos me kalkulu me koalicione, me zgjedhje, sa po ju zgjatë qeveria atje, por me kalkulu, është i mirë për vendin, është interes madhore nacional demarkimi kufinit, po e bojmë. Po natyrisht që këtë punë, hapi u lëshku në fillim, bojmë me konsenzus, me opozitën, se përshta ju thëjmë interesa madhore, thuj shtetënore, thuj komtare, thuj gjithë shka. E këta nuk kanë ditë me ndërtu konsenzus, për kundra zi, ju në përplasë që në start me opozitën, koalicioni po flasë, edhe tash opozita e kanë ngri kryt, e qyken që thëjnë të na, edhe nuk po danë me i kalu këto dy qështjet, cilat unë mendoj demarkimi dhe hasënë janë interes shtetit Kosovës. Herë do kur do s'kanë qare pa u kry. Herë do kur do s'kanë qare pa u kry. Që përta mërmenja, a ma shumë i mungojnë votat LDK-s a PDK-s për që qështjën e demarkimi? Une po menoj që ma shumë i mungojnë LDK-s. I mungojnë kësaj herë votat, për shka që se Lidha Demokratike Kosovës me në qeverisjen me Zotin Mustafa edhe kabinetin qeveritar nuk kanë ditë me plasun publik demarkacionin. Do më thonë, asë njëherë, mu si qytetar, si opinionist që s'kanë mujtë mu mbinë që e kanë mirë, me komisionin meha. Dhe, që me thonë, u vetë blokun. Që është fillim, ju këmi thonë, edhe unë e jam dhe ata që këmë folë, shkalkone komisionin meha, nuk bonët kja meti. Kjo një komision të i, përfshine opozitën. Malizi vetë krejëri shtetit Gjukanovi që atër ishtë interesum, thë ke s'ka problem. Bisedojmë, rinegociojmë, kurse këta priten u ratifiku ligji në kuvend në Molitzi, kurse këta u bloku në metën. Perëndimorët normalisht që dojshin me kry këtë punë sa ma shpet, për shko që Molitzi me u shkput nga orbita, rrugëse sa ma shpet, edhe me bashkan gjitë NATO-s. Nështë këta edhe kanë gabu. Paula Jon po flasë. Nështë, nuk jam i sigur, se u gjeodet s'jam. Edhe nuk e di, si jemi asë një. Mirë po, për interesa, për hirtë shtetit, për hirtë NATO-s, për hirtë stabilitetit menshëm, nështë, demarkacioni u dashtë mu kry. U dashtë mu... Qështë ke po Isa Mustafën gjatë këtyre vitës si kryeministër? Dhe si lider Takes, LDK-s? Zoti Mustafa është politikan i vjetër, normalisht që ka pas disa gabime në fillim, filloj mu shau me njerëz. Në për Facebook, e shqel Facebook-un qel ase që nuk i kish hije. Mirë po dikur filloj mu etablu
si një bushtetas edhe në ekonomi, unë po ashtu si jam ekonomist, po ashtu sa di me lezu, ju në bondo reforma, në bondo punë. Edhe në reforma fiskale, edhe në rritje ekonomike që po thojnë, unë s'po muj me i demantu, për shkak se jam ekspert. Ndërka që humbja më e madhe është që të temat e mëdha, e kësaj qeverie, edhe është të punësimi. Politikat e punësimit, realisht, Zoti Mustafa njëherë nga ka thonë se dikun 20.000 vetë gjatë këtij mandati kanë marrë punë, po jo, del që pas gjitha statistikave që janë 25-6.000 vetë që kanë marrë punë. Përveç kësaj, a ka mujtë me rujt unitetin e LDK-s? Po, megjithatë po. Megjithatë shiko tash, pse mua nuk më pëlqen që është skaju ose më menjanu paka shumë një mënyrë Vjosa Osmani, që është megjithatë unë i besoj që është një gruezoja edhe i vynë politikës Kosovës. Ka që ka jep, megjithatë ai uniteti substancial i partisë është ujtë. Edhe pse neve mund me na pëlqyen që kjo kryesi që është ose s'na pëlqen, por megjithatë këta njerëz kanë vijë me ujtë që me thonë, që lullen. E një partije mus përbon. Po dhe veçishtë e të mërshme e posh që tashte kur dullen për mbledhjes krysia LDK-s? Pse Berat Rëziku ka qenë i malë mu përsërit ku vendi i karikave që thuhet. E di, po e ka një para arrogancë, Halil, dullen për mbledhjes, gazetarët pritnin aty, edhe Agim Veliu thështë që a i një mbledhës, kena mbledhje në thush që po dilnin për kafës, ata ishtë din për mbledhje, po ata edhe pse po zvoglohen, ato që ka kanë rujt me fanatizëm është arroganca ndaj mediave, po LDK-ja është i vetmi subjekt politik që mediat edhe ma tutje i kundërshton armiq, pro jo partner në... Ka një problem strategjik, sepse LDK-ja kur s'ka dit me qenë afërt me media dhe madje dhe s'ka kriju media të vetë ata s'tiherë. E kanë pas dikur botën sot e cila është po ashtu është partalu. E kanë një farë urrejtje ndaj media. Edhe tash e kanë për shkak se kanë qenë gjithmonë paka shumë muj me thonë kanë qenë target i mediave prej para luftës. Edhe këta e kanë i natin me mediat, sidomos mas dejtonit 95-ën, e tutje deri në luft, janë ato votat për mua që janë të pakuptueshme, edhe pse domethënë unë kam qenë i afërt në kuptimin e mendësisë me zotin Rugova, votimet e 98 që janë skandaloze, ku s'muj me justifiku. Po. Absolutisht, se ishte mbi 40% vendit në flok, në luft. Akti ka qenë skandalöz, se ata votat i kanë marrë. Po votat normalisht i kanë marrë dhe mas luftës. Precedoni ka qenë lufta. Kur vendin e ki në luft, ku njerëzit do të thotë zhvendosje masive të popullsive, ti me 2-3 vende ku ish ma qetë po bon zgjedhje, domethënë nuk ishije. Mirë, po si do qoftë, gazetarëve shumica e këtyne partijashve më të vjetër të Lidhjes Demokratike me gjithë respektin për shkak se megjithatë ata një sprovë të mirë kanë dhënë për këtë shoqëni. Mos me leju me u përplas. Dhe këto kanë bën mas lufte, që është fakt, kur njerëzit praktikisht kanë fillu me u vra. Krerët e Lidhjes Demokratike të Kosovës e ju kanë shmong, sidomos zoti Rugova me ekipin më të afërt tij, me çdo kusht ju kanë shmong për plasjeve. Dhe kjo, megjithatë, këtu e kanë një rol historik, cilin nuk bën me mohu. Ata janë kryesisht njerëz të arsimit, janë profesor, janë ose i kanë familjarët, ose nonat, ose baballarët, mësuesa, e kanë atë idealin, mirë po, idealin e, që me thonë, shtetëndërtimit, të arsimimit, emancipimit, po nuk ju prinë shumë konflikteve ndërfetare, ndër njerëzore, ndër etnike madje, janë sekular, dihet botnisht, por që në dinamikat politike kanë marrë në thuë, shpeshherë edhe ndoshta edhe kanë pas një lloj frige me marrë vendimet. E kanë kundërshtuar kohën shumë. Në kohë, kanë qenë jashtë kohës shpesh, sepse nuk e kanë sensin, ose nashta muj me thonë, dhe guximin politik. Ata edhe ne na quajnë pri hala, tash llogaritja ju thonë këtu në që janë me marrë vendimet të rëndësishme, vendimet mëdha. LDK-ja ka qitë problem. Me marrë vendimet mëdha për punë e madhe që del në opozit 4 vjet, s'bën vetëm për kontrazion në 6 vjet, po me një qit mandat, LDK-n kisha pas që me pas në opozite, jo në pushtet, cili paka shumë nuk i ka dhënë vendit zgjidhje. Sidomos çdo temat për cilat po flasëm. Po dhe LDK-ja pe mas luftës veç 3 vjet në opozit. Pra pe 2001-s koalicioni Xhan, 2004 me Akën, pastaj ishte Fatmir Sejdiu me zotin Thaçi, vetëm Pacolli kur ishte veç Pacolli me PDK-n, ka qenë 3 vjet s'ka qenë veç. Te zoti Veseli, tash
për të do t'jetë përballje aport direkte me qytetarin. Pra, ka qenë në zgjedhjet e fundit dhe ka fitu mbas zotit Thaçi, ka qenë me vota bindshëm, ka qenë mbas zotit Thaçi. A arriti se në fillim udhëheqja e seancave ti lente për të dëshiruar, pra është si kryetari i kuvendit është etablu. Do thotë është stabilizu, ne në parti nuk e di. Megjithatë ti nje. Dhe ke qenë domon ke punu zoti Thaçi si lider i partisë, më duket se është mësoj politikë, është ma i shkath. Din me mojtë baraspeshat politike, trajone vetë njerëzve, ka dit me hop partinë, besa me shoshni civile, me qytetarë që tu me kësi urbanista që ju thuhet shpesh, edhe nuk është... Po, i ka zgjedh kafe, fillojmë i ditë ku rin ish komunistat. Ish komunistat e shoshnia civile, këta kullerat e qytetit që ju thuhet e kuta tjune, edhe fillojmë me kryu një baraspesh në shoshni. Edhe funi të roli politikanit është që kë. Ndërka që të zoti Veseli nuk e di, sa ka me muaj do thot me e rrit partin, ai si lider, po mendoj si kryetari i kuvendit, ka fillu mu etablu, ka pas do kriza, do përplasjet pa nevojshme, her andej, her këndej, por tash ka fillu veç me marrë vetën. Okej. A she zhvendosje të zgjedhjet kur do që të mbahen, po flitet që marrë me në me qërshur. Pra, do tjetë renditja paka shumë e njajta si pas te që ka qenë, a kime po ndryshime? Renditja mund tjetë, unë nuk e di tash, këtë partit, hiq këto matrijat ose matë voglat, kanë me qenë dalimi, kanë me qenë 2-3%. Midis gjithave. Pra ngushtimi... O kemenismen, PDK, LDK kanë me qenë, besoj, dikun edhe vetë vendosja, madje, ka 2-3% dalimi. Në kuët apo du me thonë. Dhe kjo ka me kompliku pa ka shumë sportin. Unë me dojë se këto zgjedhje kanë me derivu për shtet që ka mu bon për 3 partive shqiptare, jo për 2. Edhe natyrisht që është skiqare për shkak të kushtetueshmërisë, edhe lista sërbska ose kush do që tjetu, nuk e di tash. Edhe ata e përqapo, betën ata i ka rrugë sindromi jonë. Edhe ata dalin 2-3 parti, kështu që duhet me mbledh 2 parti për tyne me shti në qeverisje, mirë po me gjithat nëse bon 3 parti shqiptare dhe një ose 2 të serbëve kosovarë, unë mendoj se pushteti do tjetë ma i rënd me funksionu si koalicion, por ma i letë për më dhonë zgjidhje problemeve që i ka shteti. Vetëvendosin a ashe unike, për flitet kove të fundit, posaçërisht, pra krahu i Shpendit, krahu i Albinit, kjo është folë që për ku zoti Ahmeti ka dalë në garë për Prishtinën, është folë saj me gjithat me Ilir Dedën, me grupin me Fisnik Ismailin, me këta e ka grupin e vetë, po jo. Bile është dëshmu edhe ka hup poena të qytetari i Kosovës, pikërisht se ka qenë tepër lojal ndaj partisë. Edhe Prishtinën është mundu me e drejtu në primesat që shko qef vetëvendosja, jo një prefekt, i një qytetit, i qytetit Kosovë, i qytetit malë. Ata e kanë ideologi partijake luftën kundër korupcionit. Nuk e di sa kanë mujtë me ndiku. Duke që u frenu me gjithat në organet e pushtetit lokal. Në Prishtinë po flasë korupcioni. Mirë po punë që mbahet menë, për i qytetarëve nuk ka bandë një punë të madhe. Thuhet, kam bisedu me njerëz këtë rjetin e ambulantave, mjekësisë familjare në komunë Prishtinës është funksional. Dërka shto autobusat, ujin, veternikun, rrethin, këto janë qeverisë të Kosovës. Nuk janë. Me parët, nivellit qendror qeverisë, nuk kanë bon kush dhe diçka. Ose po e ujnë, i kanë ujtë pare që ta zhveres, nështë ta kanë me punu diçka të madhe që na me mojtë me. Aty s'di kush mundet mi kry për 3 muj këtë punët. Po ti nuk e she Shpendin edhe ma tutjet gatshëm me synu postin e kryetarit vetëvendosjes? Po, jo, absolutisht jo. Jo kryetarit vetëvendosjes, në Prishtinë do t'jetë prap kandidati ma serios, bile për jamnave që po kolegë të në përhojnë po lakohen media, nëse pulqej këtë fjallë, po qarkullojnë në publik, menoj që me gjithat në krasu me qëta jamna, nëse nuk del dikush krejtësisht i profilit tjetër. Mendësis tjetër politike, Shpendi mund tjetë prapë sërisht një ma seriozet për postin e të parit Prishtinës. Në fund, Kejt, kanë e shek kryeministët talshëm të Kosovës mas zgjedhjeve, si pas të
në qëtë mënyrë, në qëtë konstelacion, në qëtë geografi të forcave, praktikisht PDK-ja thjesht mund me dalë partia. Do ta jep... Edhe jep mas pare kryetarin e kuvendit, mas nejmë varet, pej matematikave. Mirë po mund tjetë në loj, prap mund tjetë në loj do më honë edhe OK-ja nëse hinë koalicion. Zoti Haradinaj, pse jo, por më duke që me gjithat Lidhja Demokratike e Kosovës e ka shpenzu një letër që ka mujtë shumë ma shumë me dhonë për mesaj e kom fjallin zotin Mustafa. Tribunali special, a mundet mi prish matematika? Po, absolutisht, po, tribunali special nëse fillohet para se të shkohet në zgjedhje, kur nëse na nuk pedim sa kur shkohet në zgjedhje, mundet me e dërmu një mënyrësin tjetër Partinë Demokratike të Kosovës, por shkak se mund me që orientu në leadership, deri sa të riparohen këto damet politike, po flas ajo partije madhe dhe ka me vazhdu tjetë në skenën politike të vendit, gjithësysh, por se mund pësoj të rënditje. Halil, faleminderit shumë që keni komitet. Faleminderit edhe ty. Pra, po thamë, peçlajmërojmë komitetin. Faleminderit. Si ministër Brahma. Kitë fjallë e kam njofshme.